Na jena gjendje shumë të keqe për ujtë peshëm. Je 15 minuta, 20, as qelet bajler, as gjondi atë zote heq. Rrymski as qysh me fshi, as qysh me las kur gjo heq. Që janë të kanë met, sot do dita 4 në realitet. Që s'ke mujt mi la? Jo, fart, jo, se s'ka që. E qartë, po... Na jemi tu punu në ta drejtimi... Qka jeni të punu saktësisht, qka jeni të ndërmarë? Të lutem hapetelin, jam Vlora nga fshati Hade, komuna o Bilicit, që një mujt po bëhet që nuk kem mujt gjatë ditës, veç natën vjen, prej orës 3 mëngjesit deri në ora 4, jemi shumë keq borem. Borem a ki mundësi me u lajmëru. Të më thonë, më ka shkru një 3-4 herë, më ka thirë Vlora, sigurisht më ka kalu, nuk kom mujt me po në kohë, unë i kom shkru pastaj, edhe i kena lonë me shku me bun një historie në fshatin Hade. Hajde shkujna në Hade, e kësyrëm që është problemi, ndërkohë sa jena qëto mos harroni të Alp Karim Part, ju që jeni të interesu me bli vetura, sidomos elektrike, ma lirë se që aty s'muni me gjithë kërkon. Hajde. Vlor, paka shumë ma ke sqaru në mesazhin që ma ke nis në Instagram, do me thonë që një muj nuk keni fare ose krejt pak uj, reduktimet vazhdushme. Borem, one, sot një muj bëhet që nuk kena ujtë peshëm. Na jena gjendje shumë të keqe për ujtë peshëm. Këta elshojnë ujën, po e ka një farorare pej 2 natës ose dejnë 3, po mas shumë të që ja zgjatë 15 minuta që kena ujë. Gjithë banorët i paguajnë fakturat e ujit. S'ka këtë banor që jetën që nuk i paguajnë fakturën e ujit. Unë i kisha lutë të gjithë ata që janë kompetent, na dojna me pos ujë. Çështje tjera neve nuk na interesojnë. Unë jam kon të drejtori, në Biliq, të Gazmend Bytyqi, fjallët e tina janë konë më ka thonë, më hadja, mësëm hajdi për ujë, se unë i kam 2 katune, që janë ma të rëndësishme se jo, është si bovci edhe lajthishta. Do me thonë një mujdet rregullisht jem shkus, nuk e dija njeri që kam pas nerva me mduru ka të shumë, i ka shkrujt email, e ka thirrë në telefon, edhe është pas sukses. Na jemi në gjendje katastrofë për ujë. Që po të regoj që shpja dalim, po shkojna po blejna me pi, edhe qysh po munëm. Për nevoja tjera? Për nevoja tjera është të merë, katastrofë. Do me thonë, jeni 20 familje, zot mija. 20 familje, kur uj s'kem. Bonarët ka shërë krejt. Mirja që të shikot 300 metra, bagreja që karmi, ujna ka i krejt. Je 15 minuta, 20, as qelet bajler, as gjondi atë zote heq. Shumë pak. Kje pjesa knena, kje s'ko kur. Na që kne nalt mundet për pos ka pak sa me morë me pija, dhe nejtro. Kne posh nuk i kur uj heq. Ta s'di që shpja dalën, s'di që ka jënë të bëmas. Që një muj e knena, ka fillonët se uj kena pos për para. S'keni pas problem? S'kena pas problem. O nalë me ndërpejme, po ka pos. Që kjo është, Vlorë, do me thonë, një prej pakove, ose që me thonë, kantave që ti mush për rezervë. Po me qitati son për shambull me la një gotë, një pijatë. Kjo po vërejët që është. E ti zakonisht do me thonë, kur vjen që ajo komunosh sa ma shpejt, që ata minuta sa është uje prezent me i mush edhe me i lanë rezervë këto, a? Po që ku i ko mush edhe qëtu i kam do shisha dhe do konta për shkokin për asë shumë apiden urgent me pas. Apiden, veç i kjo shisha do me thonë është e paqë që muj me pija, po kupten, këto tjerat i kam veç për pulja. Veç për pulja? Po, për pulja. Që për shambull e kam atje edhe uj, po aja është për shambull krejt adin gjatë natës që ka ro plohen. Po, jashtë që ka qëndru. Po, jashtë, po, ka qëndru. Do me thonë, e pa mundur me pastru. S'ka, s'ki qysh me pastru këto, qysh do me pastru e? Që, krejt, që një muj dhe që shto veç ka munëm diçka shumë pak. Apo pa po kupton që për shambull bëjleri s'punon, që krejt, jetën ditën s'kena pos rrym, sot tën ditën s'ka pos rrym, s'ki as qysh me fshi, as qysh me las kur gjoheq. Katastrofë. One kam krejteshat i kam pala, veç pi marrë pi gjuj, edhe pi veshi për shambull do tjerë, veç t'ljane, kur gju tjetër. S'kem që për shambull, që riso janë t'atje, që sot që kum pos mësafer që shtu më kanë me, që s'ka që krejt që t'u janë, që anena janë, që shpishe. Qëre ujë cili vjen që sot që kum inqizu, qa bën ti me qëta ujë, që janë kum kanë met, sot do dita 4 në realitet. Që s'ke mujt mi la? Jo, që fart, këto jenë krejt do me thonë me shampon të suni përdor, këto jenë met. Qërë bure, të që shumet, që shampone ato që këshëre. S'ka, qëre që i kanë met në këse, do me thonë. Veç në sejv, jo, se s'ka që këshëri që edhe bubrejcat vetë pisho nëse lo shpin këtë gjendje kështë, se s'kom lujt. One veç i kisha thonë, të gjithë ata të cilët janë kompetent për këtë punë, nëse nuk janë të zëtit, me menagjue, për ujtë peshëm, let largohen nga puna. Let hecen.
Dhe ta gjojnë vetën dikun tjetër. Se na jem gjendje shumë të keqe, e pe edhe vet, i pe edhe fotot, edhe pe gjithë shka vet këto. Që është gjendja alarmante për ujë. Qëto është një burim normalisht jo i pishëm në bazë të asaj që më thonë banorët në fshatin Hade, që kjo është e vetmja rrjedhë e ujit me cilën as nuk furnizohen 20 shtëpi në fshatin Hade ku uji nuk është prezent fare, vjen pas mesnate në ora 2, 10 minuta, 15 minuta, e është e pamundur me i plotësu krejt nevojat. Dhe hajde na shkojna qëtashti në ujësjellësin rajonal në komunën e Obilicit edhe i pysëm qysh është puna. Kur jemi të shtëpit, mos harroni te Pozhegu Brothers, vargu i Blert, Lagja, 10 minuta larg qendrës, mes parkut Gërmisë dhe Tok Baqës, e ka ndru lojën, domethënë. Krejt çat vjen është mi pas 10.000 euro, 20.000 euro cash, pjesën tjetër e pagun me këste. Tashti te ujësjellësi tek Qyrum çka kanë me na thonë? Unë e kontaktova me ujësjellësin në Obiliq, me Gazmen Bytyqin nga ujësjellësi në Obiliq, i cili tha që është në teren dhe nuk mundet me u prononcu gojaresht aktualisht. Megjithatë ne po kontaktojmë atë përmes telefonit. Alo, përshëndetje Gazmen, fshatin e Hadës ku 20 familje thonë që ma shumë se një muj kanë reduktime të vazhdueshme. 20 familje ato që jeton janë kejt apo kupton. Po. Po problemin nuk e kanë 20, atë problemin e kanë domthonë pjesa e epërme. Janë 3-4 shtëpia domthonë që uji ju shkon tek natën diku apo kupton. Dëgjom, unë faktikisht i kom kontaktu konsumatorët e Hadës. Jam dalë edhe vetë në teren, domthonë të premten, edhe i kom verifiku der për dere, apo kupton. Tashti nëse merrni pjesën e epërme, apo kupton, në kohën kur jam konë unë, domthonë pjesa e epërme nuk patë një shtëpi të para. Pe shtëpisë Vlorës, që pe gjithë New York, kjo parankusia. Dëgjom, se ka pak rëndësi, nëse veç edhe një familje është, po besoj nëse është konsumator edhe i pagun faturat, po besoj që s'ka shumë rëndësi, ajo duhet me pas ujë, edhe nëse janë veç 3 shtëpi. Po, nuk e përjashtojmë atana, po unë po thonë që jam dalë, e kom me verifiku, dhe me thonë... E qartë, mirë po të qato 3 shtëpi, nëse janë veç 3 pësë s'ka ujë. Dëgjëm, tash në anë shumë pika nuk po kemi qasje, në për shtëpia, në për ato, për mi verifiku të gjitha ka po shkon ata ujë. Apo unë jam dalë edhe sot e kom shpirë domthonë pikën ku lidhet fshati Hade. Dhe me thonë, është dikon ofër 8 bar. Apo kupton? Po, e qartë, po... Na jemi tu punu në ata drejtimi... Çka jeni tu punu saktësisht, çka jeni tu ndërmarrë? Dëgjom, ekipet e inspektorëve i kemi në teren. Se faktikisht është rrit konsumi bukur shumë, se kjo ndikon domthonë edhe konsumi i madh, domthonë keq përdorimet, ujitjet e këto parcenet, domthonë ndikojnë domthonë në pikat e larta. Një ashtu domthonë ekipet operative i kemi pas në për teren, jemi tu identifiku ku i kemi problemet domthonë rrjedhje fumbje domthonë këto që çdo rrjedhje po ndikon domthonë edhe në konsum. Po, e qartë. Çfarë plani operativ keni me sanu problemin me ujë te lagja në fjalë, domethënë, për shkak se s'po besoj që mujnë pafundësisht me vazhdu me qëndru pa ujë. Nuk shiko, na për ato shtëpiat ju kemi ofruar edhe ujë edhe me sistem dje. Po nuk është e mjaftueshme, ajo zgjidhje e përkohshme, po besoj, po. Po zgjidhje e përkohshme, apo derisa të identifikohet problemet ku janë. E kur identifikohen problemet ku janë, sa kohë ka me marrë kjo procedurë, Gazmen? Shiko, tashti unë më thonë mundet sot nesër apo vëdin, po nuk është përgjigje saktë, apo kupton. Na jemi të punum në identifikimin e problemeve, domthonë e humbjeve. Po amona duhet me ditë sa kohë ju duhet juve për me ardhë me një zgjidhje. Ti do me ditë, po unë s'pedi vetë, apo kupton. Që kjo ke përgjigje e Gazmen Bytyqit nga ujësjellësi në Obiliq, nuk ka zgjidhje konkrete për shkak se nuk e din as vetë konkretisht problemin, domethënë. Unë jam Burim Pacolli, me që ta emër më gjeni në këtë platformat, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, siguroni me ma bo follow.